pse ne muslimanët nuk e ham mishin e derit? Spari herë është pyetja që e ka pyetën pse ne musliman nuk e ham mishin e derit. Në atë kuptimin duke menduar se edhe ajo është krijesë e Allahut. Se Allahu subhanahu wa taala ka kriju thiun edhe pse muslimanët nuk e hajnë. Shkaku se Allahu subhanahu wa taala thot uhilla lakum at-tayyibat wa hurrima alaykum al-khaba'ith. Allahu subhanahu wa taala ja ka bu halal, ja u ka leju hajet dhe pijet e mira dhe ja u ka ndalu pijet dhe hajet e fleçta. Dhe shejtan dhe thiu si krijes është e dytë. Si thash më herët, Allahu subhanahu wa taala e ka kriju dhe thiun dhe e ka ndalu për shkak për të na provuar neve. E para. E dyta, thiu si thi ha ngordhësina, ha qelpsira. Derisa e han edhe thiun edhe fëmijën e vet nëse ai ngordh, ai domethënë e han sendet e flishta, han sendet coftina, domethënë çdo send që është e papëlqyeshme ai han. Pastaj prej thiut paraqitet dhe sheriti i derit, që është i njohur që shumë njerëz ndoshta kanë ndruar jetë nga kjo. Pastaj gripi i thive që thanë se kjo përçu nëpërmes hajes të thiut që u shpërnda me të madhe ki gripi i thive, që shumë njerëz ndruan jetë dhe ishte një grip i rrezikshëm nga thiu. Këto janë disa dëme të thiut, edhe sa Allahu subhanahu wa taala e ka ndaruar në Kur'an mishin e thiut, ngordhësinat, gjakun, domethënë çka se Allahu subhanahu wa taala thot uhilla lakum at-tayyibat wa hurrima alaykum al-khaba'ith, është leju juve sendet e mira, hajet e mira dhe është ndalu juve sendet e këqija. Pra Allahu subhanahu wa taala dhe Islami dhe pejgamberi alayhis salam thot na ka urdhëruar dhe na ka leju çdo send që është e mirë për njeriu, për shëndetin e njeriu, për besimin e njeriu, për imanin e njeriu dhe për organizmin e njeriu, që Allahu subhanahu wa taala kujdeset më shumë se sa ne për veten ton, duke na bë haram thiun, sa ajo bën dëme të mëdha, sikur që ne i shohmi në jetën e përditshme. Allahu Teala Alam.